aksident apo vrasje, e ka përgjigjen brenda. Pse? Është vrasje. Është vrasje në gjykimin tuaj? Është vrasje, unë gjatë rrugës që po vija këtu, po sille ndërmend për te standardeve të qarkullimit rrugor, por edhe po ta bësh 100 herë një eksperiment për të ecur me 30 km/h, si që parashikon kodi rrugor në qendrat e banuara, në një rrugë me trotuar të tipit standard, jo nga ata të lehtësuar në për pedonale, me 30 km/h makina nuk e ka përcen pjesën e trotuarit, bordurën, e cila është nga 12 deri në 15 cm, që janë standardet të parashikuara. Çka do të thotë që çdo person që gujton me shpejtësi më të madhe se 30, edhe po të mos jetë i dehur, edhe po të mos jetë në efektet e alkoolit apo të drogës, normalisht është vrasës. Kur një person përdor alkoolin, përdor drogën dhe ec me 60 apo 70 km/h në qendër të banuar, është 2 herë vrasës. Pra makina kthehet në një mjet, në një armë, praktikisht. Po jo ndaj një personi, sepse këtu do të shkojmë. Shiko, kriminalët... Edhe ndaj vetë ati që e drejtonë. Vrasin për konflikte të zonave të influencës në trafikun e drogës. Vrasin për hakmarrje, gjakmarrje në zënje, si për e tjetë nxjerrin armën dhe vrasin, por nuk vrasin fëmijë. Pra, këtu ka përcet ligji, ka përcet kanuni, ka përcet gjithë shka. Kur ti futesh dhe bësh një vrasës masiv i fëmijëve. Unë të thash, nuk besoj që do ketë ndonjë ekspert, apo ndonjë prokuror, apo ndonjë oficer të policisë gjyqësore, që do ta bëjnë me 2, 3 apo 4 eksperimente, sa të duhen të bëjnë, nuk mundet makina ta ka përcej bordurën me 30 në orë. Vetëm njerëzit e papërgjegjshëm, ata që e humbasin kontrollin për te adrenalinës zakonshme, me ato adrenalinët e shtuara që t'je pia nga dhe përdorimi i droge. alkoolit, të drogës e tjera. Mu më ka bërë përshtypje diçka shumë e rëndë. Normalisht, ne nuk mund të fajsojmë për gjithë shka policinë e shtetit. Ne nuk mund të fajsojmë për gjithë shka policinë bashkjake. Por në këtë rast, me çfarë kemi verifikuar, personazhin i cili është autori i këtyre 2 vrasjeve dhe një plagosje të rëndë që është edhe ai në luftë me jetën fëmija tjetër, normalisht vlen për dëshiruar puna e institucioneve shtetërore. Sepse erla, ju nëse do të shkoni banonin në lagjën 7 dhe do të shkoni në komunën e Parisit, ju s'keni drejt të parkoni makinën, sepse jeni banore e lagjës 7 apo 10. Dhe policia e rendit, patrullat e përgjithshme, dhe policia bashkjake me njëherë vinë dhe të vejnë gjobë. Ndërsa personazhi i krimit, autori i krimit, ishte problematik gjithmonë për ecje me shpejtësi dhe përdorim alkooli. Nuk ka ngelur banor i Kënetës pa deklaruar të zezat e këtij personazhi. Çuditërisht nuk ekziston as tjetë heq patenta, as tjetë gjobitur, as tjetë hiq pik. Sepse sa heri ka bërë këto, dikush që e ka nën komand, grupet kriminale të Durrësit, me njerë telefonojnë qarkullimin rrugor, me njerë telefonojnë institucionet. Ne dim shumë mirë që... Pra ti thua me qënë se ishte recidivist, mund t'ishte parandaluar të ngjarje? A i s'du t'kish patent. A i du t'ishte arrestuar për përdorim, sepse kështë përdorë dhe herë tjetër makinën në kushtet e përdorimit alkoolit. Për nuk du t'kishte patent dhe a i du t'ishte izoluar që përpara. Pra çka do të thotë që a i ka vrarë me dashje, po me dashje indirekte kanë vrarë dhe punonjësit e policisë të cilët nuk e kanë ndëshkuar këtë person. Unë ju thash që mua, po të shkoj të vllai, apo të kushriri, apo të daja, nga një lagje tjetër të parkoj makinën, më vend gjobë se nuk jam banorja sa lagja. E kuptoj. Ndërsa ky aventurier, drogagji, pjanec, të gjitha të zezat, e lën policia një recidivist të shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor që të vi kjo pasojë që ka ardhur. Ndaj dhe
Më bëri përshtypje, sot në varrimin e 2 fëmijëve, Çfarë? du të ishte qeveria e shtetit shqiptar, prezent. Pse? Gjithë bashkia... Mbajtë 1 minutë heshtje në parlament, mos gaboj. Qa parlamenti, për Nuk qajnë vlen këto kaq. metoda. Ore du të shkonin atje, ta përjetonin, Ishte ashtu si... zëvendës kryeministri, ishte Koqiu. Albana Koqiu, s'tani u kujtova. Kush? Albana Koqiu, Ore, zëvendës unë po kryeministri. them gjithë qeveria, unë nuk flas për Albana Koqiun, edhe kryetarja bashkisë, gjithë bashkia, sepse a mendojmë që du të jemi pranë, nëse ja lehtësojmë do dhimbjen. Ja, Fare, në mënyrë kategorike. nuk e bëjmë dot. Po transmetoni punën e gazetarës, ne nuk u ndjem mirë, këtu, në fakt. Tani, këtu nuk është vendi për të bërë apel ne. Po. Por këtu është vendi duhet, unë e kam përshëndetur drejtorin e përgjithshëm të policisë për disa urdhra që kanë nxjerrë. Dalemi tek të gjitha ne, Por strategjia Po. e edukimit të përdoruesve të rrugës, sidomos në qendrat e banimit, qoftë nga punojësit e qarkullimit rrugor, qoftë nga patrullat e përgjithshme, qoftë nga policia bashkiake, duhet ketë një vëmendje të shtuar sepse shoqëria shqiptare është traumatizuar dhe përdoruesit e rrugës e kanë lënë rrugën e Zotit sepse shumica përdorin alkool. Shemsi, më lejo pak të shkoj te Matilda dhe një herë tjetër, sepse siç na tha pak më parë, është me hallën e njërit prej të miturve që ka humbur jetën dhe ajo ka një mesazh për të dhënë. Matilda, fjala për ty.